Vizioni ynë është një shoqëri në të cilën çdo fëmijë ka mundësi të rritet në një mjedis të sigurt, kujdes dhe nxitës, ku familjet janë të mbështetura dhe të rinjët të inkurajuar të ndërtojnë të ardhmen e tyre me shpresë dhe vetbesim, deklaroi ministri i politikës sociale Fatmir Limani në konferencën e përbashkët me ambasadorin turk në RMV, Fati Ullusoj, në shënimin e ditës ndërkombëtare të familjes. Familja paraqet burlim, stabiliteti, dashurie dhe solidariteti, prandaj bashkëpunimi im funksionon në krijimin e politikave që do të mbështesin forcimin e saj përmes shërbimeve sociale, mbështetjes për brezat e rinj dhe zhvillim të masave gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme. Si institucion, detyra jonë themelore është të sigurojmë mbështetje për gjitha format e familjeve dhe të plotësojmë nevojat e tyre të ndryshme. Ambasadori turk në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Fati Ullusoj, tha se familja është ylla më e rëndësishme e shoqërisë dhe se investimi në të nënkupton një shoqëri të shëndosh. Familja si shtylla kryesore e shoqërisë është institucion i pazavendësueshëm me cila nuk ka alternativë. Familja, e cila e rrethon njeriu gjatë gjithë jetës së tij, paraqet pikën më fundamentale të mbështetjes në jetën e njeriut. Familja siguron mbështetje për individin duke i dhënë rrethin e parë shoqëror, i siguron mjedis të besueshëm dhe luan rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e identitetit. Dita e sotme e familjes është një rikujtim se pikërisht në familje mbështeten vlera që i shtyn përpara një shoqëri, tha Limani.